Personal zotrim sa për të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'ju jeni Odan, mirë mbrëma zotri Naim Abaze. Mirë mbrëma Mirje, mirë mbrëma të gjithëve. Sigurisht, urime epopeja e lavdishme ushtrisë ligjimtare të Kosovës, urime epopeja e familjes Jashari, urime epopeja e Adem Jashari. Janë ata të gjithë që kanë dherë lume i gjaku që ne sot të festojmë, të lirë, të përkujtojmë për jetë të jetëve si vula më e rëndësishme 3000 vjeçare e lirisë mbar shqiptare. Jemi bashkë për përsëri në shoqin tuaj të fjalës e të këngës në Odan në Radio Televizionin 21. Në këto ditë të mëdha, feste të epopes e përkujtimi, sigurisht kthehemi dhe rezonojmë e kujtojmë ato ditë sa të rënda, të dhimbshme, por dhe të lavdishme. Më e bukura ishte që të gjithë ishim këtu, të gjithë qëndruam këtu, dhe të gjithë veç me qëndresën tonë u bëm pjesë e ushtrisë së lavdishme çlirimtare të Kosovës, u bëm pjesë e lirisë, edhe sot i gëzojmë këto ditë këtu bashkë, ne të gjithë që kemi mbetur të gjatë. Do të kemi shumë qëta, do të kemi një Sasitoviçan, do të kemi një general që do të na flasi, që ishte protagonist i luftës dhe i lirisë, edhe që ishte edhe general i ushtrisë ligjimtare të Kosovës, e general i ushtrisë i forcave të armatosura të Kosovës, i FSK-s. Edhe që do të na flasi, do të na evokoj shumë çka të bukur nga ato ditë lavdishme. Do të kemi këngë, do të kemi edhe humor në mënyrë që absolutisht të jemi konsekuent në atë çfarë bëjmë në spektaklin ton, por edhe të jemi dëshmitar të asaj që në këto ditë lavdishme flasim e këndojmë, bëjmë edhe humor, ju sjellim gazet dhe juve edhe vetes tonë, sepse jetojmë në Kosovën, Republikë të pavarur, të synuar 3000 vjet. Ne të falenderojmë nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, ata që janë suportin i fuqishëm me mbështetja jonë e mirë, një armatë të tërë që e realizojnë të spektakl, me këtë skenografi vërtet tër glamur, po që në mënyrën më të bukur e simbolizon epopen e UÇK-s, epopen e Jasharëve, epopen e shqiptarëve, kemi Skënderbeu, natën e zjarreve, në natën e zjarreve neve veç jemi realist në program. Ato ditë e kemi realizuar një këngë, sepse absolutisht unë dez e gjithë bota shqiptare, ashtu si edhe këngëtarë të tjerë, bile me njëherë është realizu një këngë, Shkëlqimi i Plisit, diçka jashtëzakonshme e bukur nga Ilir Shaqiri, Korona dhe një grup këngëtarësh e valltarësh, por ku merrte pjesë edhe Mihria, që kërkonte push. A ka edhe një push? Hey, a ka edhe një push, për mua, hey. Dhe u bën edhe për plot këngë të tjera, këngë të bukura që ishin absolutisht një logjistik morale për të gjithë luftëtarët e lirisë. Na kanë thënë pastaj në takimet tona, qoftë në mal dhe qoftë më pas në liri, që kemi vlejt si një logjistik morale shumë e lartë që e kanë ngrit shpirtin luftarak e ushtarak të ushtarëve të ushtrisë ligjimtare të Kosovës, dhe edhe unë pata realizuar një këngë të bukur, jep kushtrimin Qiqavica, ku doja në një farforme absolutisht të vëja në atë farë mozaikun e këngëve të bukura dhe krijimtarisë të bukur për ushtrinë ligjimtare të Kosovës, edhe emrat që simbolizonin jep kushtrimin Qiqavica, Thret Shabani bijtë të Zotit, Hamzi Jasharin gryk të topit. Dhe goxha ka qenë edhe interesant, pak si Supermani ajo, bile edhe kanë pas fillu me më thirë Superman. Megjithatë, le të ecim me programin ton, do të vinë në vazhdim, fillimisht që të na sjellin gaz përmes alegorisë, humorit, satirës së tyre, artistët e humorit, me emrat e tyre artistik, Dada Hyr dhe Kulja. Mirë Roma, lavdi. Jemi në ditët e epopes të UÇK-s. Lavdi gjithë dëshmorëve që ranë për liri, ku ne sot e gëzojmë. Lavdi të gjithë. Lavdi.
Po që shini bëna e me Miki? Mirë. Shumë mirë. Bash mirë. Mirë, kujtojmë ato ditë të vështira, të rënda, po që e lëvizën Globin, së pari Globin e shqiptarve, nëse mund ta quajmë kështu, edhe Globin toksor. Toksor. A ju kujtohet ku i nikon ato 3 ditë? A keni kujtime kështu? Përveç asaj që të gjithë kemi pas dhimbje, mlef edhe dëshirë për me dalë krejt luftë. Kemi qenë këtu edhe kemi pas shumë mlef. Normal që të gjithë kemi pas qef me dalë, mirë po ka qenë pa mundun. Por një gjë mund të them, faleminderit gjakut tënve që kanë dhënë për neve që na sot e gëzojmë lirin. Sidomos familjes të Jasharajve, lavdi dhe faleminderit dhe atyne. Në këngën time, unë e kam thënë Fred Shabani bijtë të Zotit, sa ka ishim bijtë të Zotit, bashkë me Shabanin vetë, që e nisën. Po, e nisën, na sot e vazhdojmë, edhe sot edhe humor mund të bëjmë të lirë me këtë skenografi që krejt e kemi kështu u që kënë vesh kuqezi. Me ju kallëzu. Hajde për hajrë. Weekend, vetë në shpe. Përri, s'përrihet. Me kajtë, s'po dolin vetë. Me kesh, s'mu keshke. Me flejt, hese flej. Qka me botu ne dhe shkur për më zërë telefoni, pe këqyri kullja për më thirë. Ej, ti thash, vicin që e kom ble, e kom pre dhe i kom ush 2 friza. Një ty hyrë, një vetit. Ma fej. Po më ka net me 6 kiva, s'po di qa me bu me ty. Qysh më respër, dhe qa me bu me mirë. Hypi kjerit, mere mishin me vete, hajde merëm, e vi janë katun, e pete bujna një iftar për qefi, pete pjekime në përëshën gaca mishin, e po të knoqëm sa të mujna. Rrugës i morim edhe dëshëshni që shto kënë të mërim edhe që. Ani dil për 15 minuta poshtë. Dola, kur dola qka me po në em, kishë ardhë me minibus të firmës të vetë. A di nga to që janë në pëtër? Po? Pe këqyri e thash, luja, kule luja. Kur na tanë një dëqë këshiket minja aty. Thash e qika, apo dhe një shkojmë ka këtë në të hajmë iftaret knoqëm, në vend, tha, vesh t'jon hypë, mbos tek, e t'ja ferën për ka thonë. Ta man mërima atje, ato dëllën pe busit, unë e mora e parkova që aty, për bol do këshia i, një këshi i kësojna, soher shkëshim tavan të punu diqka. Kur për dalë tash, o, këshia i hyrës, a, pet jenë tavan të punua. Tha po, na tati del gruja, a, ti njeri, ku me talon kafën. Ti rëshet koma, zade, bum. Mës ma qëtë, tha kërkon, tha se e pinë spital. E di, shta me quëne, po e mur gruja vetë qaj. Nej, se i mora o ne po hina në bare, se ne pendreq që unë e venin, adin kështë që më ullë të natë atë. Edhe kur këto të ullë, peshat këshikën merin, diçka si mërzit shëm që shto. Oj, merë thash mëri qa ki, që e mërzit shëm, më kalon tha erzini. Thash qka? Tha më kalon erzini, buri vetë. E, më i merë, Se gjeli. Po, dhe, thash, kur thejsha unë e mirë, shqip ju kom thonë, kur mos u martoni me moshkuj që kanë emra lumejsh, si Erzen, Shkumbin, Drin, dalit nga shtrati. E të ullëm, e t'ja nisë me fulle, me keshë, me bollaf, e hyra e murë mishin me bo hazër aty në përgoca në përase, me bo iftarin. E t'ju këtheva këtë në këjshike, thash, mere me men buri, po më thëtë muë, mu bo romantike. Mu! Ato e qka i the?
Që po ta mi thonë, unë alstruja dhe zaniqiri që romantik pa pare. Ani, romantik pa pare dhe ajo Anita po i ke romantik pa pare, pa e nive. Jo, pse që tha? Qysh më i se nive? Jo. Ka thonë burit vetë zemër, kom një që ki marrë një sekretarisht 3. Aj po, sa vjet i ka? 20. Aha, a po punan mirë? Po, thot mirë i knaqët jo me to. Mirë shumë, a është e bukur? A i thot, po, simpatike. A, mirë shumë. Qysh po veshët? Shumë ka dale. O, po tja e dive këj shikën tonë që ka djallin jashtë. Ha, qka tha jo? Thash qaki mëri, thash që shtë mërzit shëmbre. Pa, mo ka martu djalli. Është po t'i dush me këcyje, mu daldise, mu tranue. Mu gzu mëri që po martuët. Ha? Thash po le, Allahire, hajtë kalzëm të shëkojëm një nusja. Pa Hans. Hans? Aha, po thash ti ko ke mërzit, thash që s'ko ka jam në shqiptar. E në kërejt që ta mi ke veç ngu. Hajde. Në kërejt që ta kjo t'u zgërri, t'u bo muhabet, t'u knoq, këtu laf, t'u musja të shkuq, gazit, në kup të keres, mu me t'kall. Unë e krejt t'u i pregadit, e pregadita salotën, e marova longin, i nxira speca turshi, e pje kamishin në dëm prysh e dëm skar, e shtrova tavolinën, kjo hesh, veç bëjke muhabet edhe keshke. Shtrova tavolinën, piqes krejt, piqes në përpijata, pibi pijet edhe modi kur plasa, krejt u ula. Kur kjo? Ha, tha, duna me bo diqka? Tash normal, po, thire a zonin. Vile diçka. Diqka? Mori dë veta, unë e fort mirë, ti e din që unë jë me vyme. Edhe buri jam fryhët me mju, thot qarë grujet vyme kam. 4 punë për i heri ban. Telefonën, pin sigare, pin kafe, edhe i lynë fajt. E kam një dërës një falë gjimë mëri se uni. Fart full, fjallë të meshme. Thët, ma jep një ëndër ku të jetoj, se realiteti më mbyti. Jemi një qyrë në spektaklin tua, jemi këtu në sesën e fjallës e mirë, e këngës e bukur në Odeon Radio Televizionin 21, në këto ditë të lavdishme, të epopes së UÇK-s, të epopes së jasharajve. Andaj, apropo kësaj, kemi përgadit një kronik të veçantë, të cilën do të ndjekim në vazhdim. Në emër të lirisë. Historia e Kosovës është një histori e gjatë, sakrifice dhe qëndrese për liri. Në kohën kur u shpall pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912, Kosova tashmë ishte pushtuar nga Serbia. Shqiptarët e kësaj treve mbeten jashtë shtetit shqiptar dhe në një regjim të ashpërshtypës. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, Kosova mbeti nën mbretërinë jugoslave, serbe, ku popullsia shqiptare përjetoi shtypje, dhonë dhe diskriminim të vazhdueshëm. Gjatë viteve të luftës së dytë botërore u krijua një periudhë shkurtër mundësia që shqiptarët të hapnin shkolla në gjuhën shqipe dhe të organizonin një formë administrimit të tyre. Por me përfundimin e luftës, represioni u rikthye edhe më jashpër, me shumë se 56.000 shqiptar u vranë, një numër që përfaqësonte mbi 10% të popullsisë shqiptare në Kosovë. Ishte një tragjedie madhe historike, një periudhë që shumë studiues e konsiderojnë si gjenocid ndaj shqiptarëve. Pas kësaj erdhën vitet edhe më të vështira. Mira shqiptarë u vranë, u burgosën dhe u përndoqën. U organizuan aksionet të ndryshme represive, si aksioni mbledhjes së armëve, i cili u përdor si pretekst për të ushtruar dhunë dhe terror ndaj popullsisë shqiptare. Po ashtu shumë shqiptarë u detyruan të shpërnguleshin drejt Turqisë. Megjithatë, rezistenca nuk u ndal. Në vitin 1968 shpërthyen demonstrata të mëdha për liri, për flamur dhe për të drejta kombëtare. Zëri shqiptarëve kërkonte dinjitet dhe barazi. Kjo frymë rezistence vazhdoi
edhe më fuqishëm në demonstratat e vitit 1981, të cilat u shtypën me dhunë dhe gjak, por që shuan një kapitull të ri në përpjekjet për liri. Një vit që ndryshoi rrjedhën e historisë për shqiptarët në Kosovë, vitin 1989. Autonomia u suprimua, institucionet u shuan dhe një popull i tërë u gjend përballë një regjimi të ashpërshtypës. Por kur historia e rrësohet, lind qëndresa. Në ato vite filloi organizimi politik dhe rezistenca paqësore. U krijuan partitë politike dhe u mobilizua populli përmes lidhjes demokratike të Kosovës, e cila arriti të mbledhë rreth vetes gati 1 milion antar. Ishte shpresa se liria mund të vinte përmes demokracisë dhe unitetit. Megjithatë dhuna vazhdonte. Përndjekjet, burgosjet dhe vrasjet nuk ndaleshin. Dhe atëherë, si vazhdimësi e historisë sonë të gjatë për liri, lindi ushtria çlirimtare e Kosovës. Nga radhët e saj dolën figura që u bën simbolin një epoke. Zahir Pajaziti, Luan Haradinaj dhe komandanti legjendar Adem Jashari. Me 5, 6 dhe 7 mars 1998, në Prekaz u zhvilluan një nga betejat më të mëdha të historisë sonë moderne. Qëndresa heroike e Adem Jasharit së bashku me babain e tij, Shaban Jasharin dhe vllajin Hamz Jasharin u bën simboli sakrificës për liri. Rënia atyre nuk ishte fundi, ishte fillimi i lëvizjes së globit shqiptar. Nga kjo sakrificë u ngritën më mira. Nga ajo dhimbje lindi një vendosmëri e pathyeshme dhe nga ajo betejë u ndez flaka e lirisë që nuk mund të shuhej më. Këtë javë ta kemi një protagonist të luftës, një personazh të veçantë, një general, zonja Zotri, vjen sonte për ju, për ne, për të gjithë, General Kadri Kastrati. Hajde, General. Afati mirë, urime për të ditë e sotës, shumë që nga të shpëtu gjallë, të jemi gjallë e të tojnë pa. Faleminderit, urime ju dhe gjithë shpëtë. Faleminderit, urime ka rritën tënde. E General Vicerë. Nësi gjetani, faleminderit për ftesën. E nisa atje, vërtet, ju sa po kishi përfundu një luft, dhe vini në një luft tjetër. Po 5, 6 dhe 7 marsi ku ju gjeti? 5, 6 dhe 7 marsi isha në Pull, aty ku kum jetuar, në Kroaci, dhe pas vrasjes familjes Jashari, komuniteti shqiptar, në përgjithësi, jo vetëm Pull, po Nistër. Istra është një rajon bukur i madh, ka disa qytete aty, ka Poreqin, Rovinjen, Pazinin, Pullën, Medullinën, Preventurën, dhe aty u mobilizuam dhe krijuam një shtab krizës për mbledhjen e të mirave, për evidentimin e vullnetarëve eventualisht që duhet nisen për Kosovë. Për në UÇK. Për në UÇK. Ma shumë të jura e ke juva, jo punë, se ishte një oficer që sa po kishe përfundu një luft. 5 vjet në luft ndodhja. Po, 5 vjet në luft, po të drejtën në Pull jetojnë shumë Serb. Komuniteti Serb është me numër shumë i madh dhe ne është dash në atë kohë që të mojnë disa takime në për vende publike dhe një prej shqiptarëve ngriti dorën dhe tha, Zotri, tha, jo po folni për ushtrinë qytetare të Kosovës, tha, unë s'po shoh, tha edhe në Kosovë, televizionet s'po paraqisin kërkon. Thash, dëshironi ta njoftoni një ushtar të ushtrisë qytetare të Kosovës, tha, po sigurisht që dëshiroj. Thash, ja ku jam. Edhe faktikisht atëherë unë me një kolektivin Binagashin, kemi vendosur që të nisemi për... Me njëherë për në Shqipëri e pastaj në UÇK. Ditë të vështira, pa informim, se dinit se çfarë po ndodhte, plus kishit përvojën e luftës. Dhe mu ishim me marrë me mend, çka ka mujt me ndodh edhe në këtë Kosovën, jo vetëm, po në këtë rrethim. Ka qenë rrethim i madh. Pa, unë duhet ndalëm pak në Shqipëri, erdhëm atë dhe një kohë të caktuar, një muaj e gjysmë, nuk kemi mundur që të lëvizëm drejt
Kosovës me ndjerin herojin Ilir Kunoshevci kam qenë në kontakt. Për çdo ditë në kontakt. Për çdo ditë. Për çdo ditë dhe unë kam servitur 2 grupe në Qarret Kavajës, pasi që veç aty isha qendroja. A fillove me i përgatit më njëherë? Unë fillova me përgatit, ju kujtohet sigurisht edhe opinioni e din emrin e Bekim Shytit, shembull, Shalës edhe shumë tjerë, djalin e Hasan Ramadanit. Po djeves, që ishte dëshmori hershëm në Pollat, apo? Jo, ishte në Peran. A në Peran, Hasani, po. Dhe atë faktikisht i servita këto 2 grupe si njësit elite, si njësit diverzante, ku ata i përcjella për Kosovë dhe thash shkoni jo, përgatitin e terren se pas pak nuk do të vënohen shumë, do vjedhun atje me juve bashkë. Kur ishe në Kroaci, se po kthehemi edhe njëherë në Kroaci, edhe në luftë, e shihje një popull tjetër që po lufton për lirinë e tij. Mendimet shkonin se do ta fillojmë, çka mësove në atë përvojë kështu në përgjithësi? Të drejtën në 1992-ën, unë kam takuar, kemi qenë një grup i oficerëve të ish Jugosllavisë ku kemi pas takime kohë pas kohe. Unë në atë kohë kam takuar një Muharrem Aralusha, ishte kolonel i ushtrisë amerikane që mbulonte Gjermaninë në aspektin e inteligjencës. Dhe kam qenë mik dhe akoma jam mik me te, edhe jam kontakt me te, ku në atë kohë na kemi filluar që të përgatitemi, sepse kemi ditur, edhe pse isha në uniformën kroate, kemi ditur që Kosova nuk mundet të ikë luftës, sepse ka filluar në vitin 1991 dhe do të përfundon ish Jugoslavia apo shpartallimi i Jugosllavisë me Kosovën. Dhe ashtu edhe ndodhi, dhe për atë arsye ne jemi përgatitur. Mirë po kur erdhi koha që të futemi në luftë, kur më mdheu threste gjithë shqiptarët, e posaçërisht kishte nevojë më shumë ti për oficer, sepse është zanati jonë, sigurisht. Dhe atë nuk ishin gjithë ata që ishin atëherë, 92-93, që ishin lajmëruar dhe ishin regjistruar dhe nuk ju paraqiten, nuk u lajmëruan si vullnetar, mirë po një numër i joni, apo ne 7 oficerët e parë, që jemi hi në Kosovë, jemi një grup që faktikisht jemi bashkangjitur secili në ka një zonë dhe aty kemi filluar që t'ia dhom edhe ushtrisë qendrore të Kosovës një drejtim të ri, si njerëz me përvojë, si njerëz me akademi, si njerëz me një numër i madh me përvojë luftë në Bosnë dhe në Kosovë, dhe UÇK-ja filloi të merr një drejtim të strukturuar me trajnime dhe të përgatitet për një luftë të mirëfillt siç ka qenë lufta 1998-99. Po vazhdojmë rrëfimin, por po kthehem edhe në një moment. Kur gjatë duhet vendosmëri, e kishe mbaru një luftë 5 vjeçare, e kishe pa se çfarë dhe prap në momentin e parë u nisë drejt atë dheut për të luftuar për të. Kur gjatë shumë gatishmëri, si shpjegohet kjo? Dëgja, tash unë s'du me thonë veç për vete, po gjithë oficerë që janë nisë për Kosovë kanë pas një jetë normale, një jetë bajakit mirë. Unë kom jetu në Bregdetin Kroat, kom pas pagën minimale 5.000 marka në atë kohë, sepse kom pas një biznes timin, e kom lënë gruan me 2 fëmijë pa punë dhe jem nisë për Kosovë, duke mos ditur se a shpëtoj apo nuk shpëtoj. Nuk është e lehtë, duke ditur që fuqinë e një ushtrie sërbe, një ushtrie jugoslave, që ka qenë ushtria 4 me fuqinë në Evropë, mirë po duke e studiuar doktrinën, duke studiuar luftrat që kanë ndodhur në botë, e morën shembull Vietnamin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një popull që don të luftojë seriozisht, një popull që don të kundërvyhet një ushtrie pavarësisht se sa është e fuqishme, nuk mund të humb asnjëherë. Për atë arsye unë komentoj që pavarësisht sepse kem pasur ne do informata që në Kosovë janë duke u mobilizuar, janë duke u armatosur nga Shqipëria e kutadione, por kur erdha këto situata ishte krejt diçka tjetër. Kishe dëgju më herët për Adem Jasharin, Zahir Pajazitin, si emra jo? Jo, për Adem Jasharin kemi dëgjuar kur është vra familja tina dhe po mos të sakrifica e Adem Jasharit dhe familjes Jashari. Une këtu ju garantoj juve që kur UÇK-ja nuk do të ngritet në atë shpejtësi qysh është ngrit 1998-ën. Por flijimi tyre
dhe vullneti shqiptar gjithandej, sepse ne kemi qenë në okupim, kemi qenë në represion të hatashëm vitet 80-ta, vitet 90-ta, shpërngulja, maltretimi, arrestimi, çdo gjë që është e keqe, mos them një apartheid i tërë ndaj popullit shqiptar, që kemi qenë ne jashtë informuar, sepse kemi familjet këto kemi pas, kemi dëgjuar edhe televizionet, neve na ka shty që të vim dhe e kemi ndje veten në atë kohë sikur të ishim këtu, sepse na maltretojnë familjarët tonë, populli jonë. Dhe për atë arsye, ky numër i oficerëve që është hyrë në fillim, unë mendoj që nuk ka menduar fare për jetën e vet, nuk ka menduar fare se a do të vritet apo nuk do të vritet, vetëm ka menduar që të vi dhe të dhonë një argat popullit tim dhe vendit tim. Prej Pulës në Shqipëri, në që rreth i ushtrove disa djemtri, sa interesant. Familje që kishin të rënë në luftë, djemë të ty në ushtronin e pregaditëshin. Interesant general kjo. Familjet që tanë jetën kanë luftu kundër armikut, kanë vazhdu me luftu kundër armikut. Ta them drejten, Sevdain Ramadani, djali i Hasan Ramadanit, që ne e quajmë Osakuka i Llapit, ku ka luftua dhe është derisa është vrarë në shtëpinë e tina, dhe ju ka djeg shtëpia. Ai erdhi, unë nuk e njefsha se që është djali i Hasan Ramadanit. Kur i pregaditohen në fund, jam mërsha dona se cilit emrin mbi emrin që fymëra të di se kënë e kom trajnua dhe ku do të shkojnë ata. Edhe kur i thash që duhet t'i dhepni donat, kë hezitoj, tha, ja, unë nuk t'i dhon donat. Thash, o zotri, thash, mund thënë komandandaja, po jam Kadri Kastrati, jam i fshatit Katonisht, i Podujeves, tash unë po t'i do donat e mia, edhe ti do të më dhonë se më vjen për këta, jo për diçka tjetër. Tash unë do t'i di, askush tjetër. Atëherë nuk hezitoj dhe ma dha emrin mbi emrin. Bekim Shyti, një grup prej 5 vetave që grupi i parë dhe grupi i dytë në krye me Sevdain Ramadanit që i kam servit, them të vërtetën, të 10-it e kanë përfunduar luftën gjallë dhe të 10-it kanë qenë komandant të shkëlqyeshëm. Kjo është një do të tim generalizuar profesionalisht. Që atyre kanë qenë komandant të njësive speciale në zonat e tyre ku kam. Në zonat e tyre. Ashtu që unë jam një shumë krenar që ajo puna ime, pregaditja ime ka dhënë frute të mira. Tamam qëshke synu, në akademi, punë, profesionalizëm, pregaditje. Kjo dhe ju ka një mushëm, ishit 7 veta, sigurisht, e prisje me padurim hyrje në Kosovë. Qësh ka rjedha jo? Ato orë, ato ditë, ato netë. Unë nesëm në mbrëmje prej një fshatit Shqipëris, edhe tamon u bom rjeshtë, po nisemi, unë dëgjun krisma, se ku viri jo larë, edhe Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi ishin në kryet kolonës dhe u mundeshin Kadriu hypin një kolum një shtëpije të vogël, mundej keme një radiolidhe do të me ranë kontakt me një grup drenicës se qka është ka ndodhë dhe nuk mujto me ra, po e ditën që ka ra një grup në prit dhe e anullum nisën për 24 orë. Unë nesëm bjeshës Pashtrikut, nonën e Shqipërisë dhe u vanu pak, erdhëm deri te gatit e kufini dhe vlerësun që nuk mundëm me mri në mëngjes atje ku kishëm me mri në Damian Gjakovës. Por, tha, do të kthehemi mbrapa, kush nuk don, do të flaj këtu në qiell të hapur, bin të shi, tash ja, nuk kthehem se ecëm 6 orë. 6 orë. Tash unë do rri këtu. Edhe kujtohet që kemi nejt aty, unë me Hysni Ahmetin, është i zonës Shëshalit, komandant i brigadës 1-4-1, ja flejshëm, sa mushëm me flejt në qiell të hapur, po ja kthejshëm shpinë e njëri tjetër, mos me uftov, mos me na prish veshkët, dhe atë qëndruam deri në mëngjes, ashtu që qëndruam, në mbrëmje pritëm të tjerët që erdhen nga poshtë, më kujtohet shumë mirë, s'kishëm ushqim, kisha ca marrë ka që i kom marrë me vete dhe atje një bari i Shqipëris kishte 10 kuqe, 10 malit edhe paguva 10 marka për ma mush një shishe qumsht dhe me ata qumsht kam mjaftuar që në deri në mëngjes të mri në Damian Gjakovës ku kemi arritur dhe gjithë natën kemi ecur, gjithë natën në ka përcirë shiu, ka qenë një rrugë jashtëzakonisht e vështirë, sot që unë kom thonë,
në vete, që po edhe 5 vjetë edhe 6 vjetë lufta të zgjatë në Kosovë, unë nuk dalë për Kosovës më. S'kthehe ma. Absolutisht. Dhe ku u vendose, në drejt në shtab? Jo, fillimisht erdhëm në Ratkos të Rahovecit, aty kemi qëndruar 2 ditë, 200 veta kemi stërvit për 2 ditë, aty kemi stërvit disa shpejt, disa armë që për ata kanë qenë të panjohura, pastaj ishte minaheci dore, si që thujnë antitank, ishte minaheci 60 mm dhe disa armë tjera, dhe pas 2 ditëve kemi lëvizur drejt Likovcit. Ishi 7 oficer, këta 7 oficer të më interesojnë. Aty e nalë 2 me urën. Këta 7 oficer, kush ishit? Juve? Une, Bisin Zerapi ka qenë edhe ma vonë shef shtabi, ka qenë Naim Maloku, Hysni Ahmeti, Kosumi, Binagashi, edhe një arkiveq. Kujtu? Edhe ka qenë Agin Qire e vroj, vetëmi oficer që na ka vroj, e vroj në betejën e Lovicit, sa? Jo, betejën e Rahovicit. Rahovicit. Po, në betejën e Rahovicit. Unë e kam këndu një kongë në atë kohë, edhe kur më vjen aty, në realitet lidhej se në Glogjan filloj, por rima nuk e kapke, unë Babaloqi dhe Smolica. Dhe Naim Maloku di këmë thonë, shka ku jytë, sepse shkroj në atë kohë, edhe morën vesh që Naim Maloku me një grup atje, po kështu, dhe ku në Babaloqi edhe në Smolic, edhe mu lidhë edhe në Rim. Babaloqi dhe Smolica, tanë Kosova edhe tanë Drenica. Me gjithate, aty qëndrum një natë, pastaj shtabi, atë me thonë shtab, se s'kishte shtab, po ata që udhëheqin, ishte Hashim Thaçi, Kadri Veseli, ishte një numër aty, vendosen se ku Remi kishte ardhur prej llapit, sepse para se më vroj Ilir Konosheci, ai ka qenë kontakt me Remin dhe i ka treguar për mua që unë do të jem atje dhe ai ka ardhur në Likos që mos rastisht po më caktojnë dikun tjetër. Me të marrë. Me marrë edhe me shkuën në lap, pastaj aty kemi fjet një natë dhe jemi nis nëpërmes Oshlanit. Oshlan kemi nejt 2 net dhe nëpërmes Shalës Bajgores me një traktor kemi zvarkuar në Katunin ku kam lindur në Katunisht. Dhe atë të drejten, unë babën tem se kisha fat ndjerë 9 vite. Dhe ata shokët më pyetën, tha, atë qojmë të baba me pa, se dishin ata që se kom pa një kohë gjatë, thash jo, se po më njef dikush e po kanë të lash, ata janë po dujev, po shko merne, edhe mos i tregoni pse po thirr Lam Maqastena ishte pronari i shtëpisë ku ishit ju? Ku ishim na. Edhe erdhe, të bie shkurt pak, edhe kur më pa, jo mushën si të latë. Tha, i kom pas frikë, tha që nuk po m'vjen. Tha, masi po të shoh, tha, zemrën e kom ven. Kom pas frikë që nuk po vjen. Tash që po të shoh, zemrën e kom ven. Se duhet ta them edhe një gjë. Duhet ta lidhim në 21 gusht 1976, kur më ka përcjell, jam nis shkollën ushtarak, edhe atëherë pa çajt, tha, birin, tha, rruga e marrë qoftë. Mos u bë tradhtori popullit ton kurr, pavarësisht çfarë thonash, edhe mos u marto me tetërkom se një ditë do t'i duash Kosovës. Sa. Edhe prap tash kur erdha, ajo ndodhi ç'a ndodhi dhe unë emocionova, them drejtën, edhe ishte për mua një rast jashtëzakonisht i emocionues dhe por ata edhe kishëm jetuar, ishëm shkolluar, gjithmonë kemi pas mendje me ato kasetat e juve, gjithmonë jemi frymëzuar, kemi mojt edhe ne edhe fëmia kanë mojt një jetë në shpirt, e kanë mojt atë shqiptarizmin. Absolutisht, patriotizmin, idenë, dëshirën kështu. Ishe një garanci e mirë, të prisnin me padurim në llap, është të vërtet, se sigurisht është folë, flasë në ato qarqet e UÇK-s edhe tash aty shihje shumë të reja, çka do një përshtypje ata djemë dhe ato vajza që kishin dalë në malë për liri, e që në realitet pregaditje kishin veç shpirtin, zemrën edhe vetën e tyne. Unë kur erdha, ishte vetëm njerëzit e ilegales. Dhe me Remin e me shok tjerë vendosën që dalim bashkarisht me Shaljant, dalim nga Shalat, fillojmë
bashkarisht në ngritjen e strukturave të UÇK-s dhe të shpërndami zona e shalës për vete, ne të dal nga dal të lëvizim nga llapi dhe atë kam fillimisht çka kam bë mas pari kam trajnu njerëz të ilegales që ti prodhoj shpejt e shpejt disa oficer shpejt që të ndihmojnë, sepse unë e desha që fluksi i madh i regrute ka me qenë shumë i madh, që edhe ndodhi më vonë, dhe aty i trajnova dhe fillu me mobilizue njerëz që jashtëzakonisht shumë ka pas naim me thonë që njerëzit kanë qenë të gatshëm edhe me duar thot, vetëm merrëm në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mirë po ne s'kishim kapacitete, as infrastrukturore, as pajisje, as ushqim, as armatim, as gjë, dhe merrshëm aq sa mujshëm. Grupin e parë Rustem Mustafa Remi vendosi që me shku për Shqipëri, i ndam një grup ushtarës që kanë qenë pak fizikisht më të përgatitur dhe ajo nisë për Shqipëri dhe armët e para që kanë ardhur në zonën tonë kanë ardhur pikërisht nga ky grup kryer me Remin nga Shqipëria dhe atëherë pak e kemi ndje veten pak më të forcuar, më të sigurt. Çfarë do të thoshte tash kjo rezistencë që është biblike, titanike, 5, 6 edhe 7 marsit, Adem Jasharit, Hamzës, Shabanit, edhe kësaj familje, po aty kishte edhe luftëtarë, se janë dikun 16 luftëtarë të lirisë, që janë vrarë në këtë luftë, në këtë betejë titanike, ku dhe kanë marrë pjesë një numër i madh, numri, kështu e kam dëgjuar në një simpozium, numri i paramilitarëve, policëve, apo edhe ushtarëve sërbë, ka qenë 114. Qoftë me nënën Zahide, qoftë me Shabanin, qoftë me Ademin, do me thonë, shumë biblike, titanike. Ke lexuar diçka në historinë e luftrave më herët kështu të ngjashme? Nuk ka ndodhur. Të drejtën nuk ka ndodhur. Jugoslavia në atë kohë ka sulmu këtë shtëpi apo këtë familje, më të mirë thëmë, disa shtëpi atë, duke menduar që aty është një qerë dhe madhe e ushtrisë shqiptare të Kosovës, rezistenca e Adem Jasharit dhe familjes Jashari aty në mbrapa që kanë qenë aty, ka qenë diçka që edhe vetë Kushneri ka thonë nëse do të ekzistonte çmimi Nobel për liri, atëherë do ta merrte Adem Jashari, sepse ti sakrifikosh apo ti flijosh fëmin, ti flijosh gratë, plesht, plakat, të gjithë për një. Unë një fjallën timin, sa kom qenë komandant i forcës sigurisë, kom thonë që Adem Jashari ka thonë më mirë të flijohemi ne se sa të flijohet Kosova, dhe kjo është qëndron ajo çka duhet të them, se ai ka dashur ta flijojë familjen e vet për të mos u flijuar Kosova. Diçka më madhështore. Kjo është diçka që në historia unë s'kom lexuar asnjëherë. Në luftrat për lirinë gjendën. Që një popull nuk ekziston në botë që ka një familje tillë që e bën atë rezistencë. Dhe kjo faktikisht e ka ndezë, e ka ngrit popullin shqiptar fillimisht, por edhe në përgjithësi edhe popujt tjerë. E lëvizi globin. Absolutisht. Lëvizi globin. Unë thamë lëvizi edhe globi shqiptar, edhe globi toksor. Absolutisht. Kjo lëvizi populli shqiptar edhe miqton, po kjo pastaj ushtria shqiptare e Kosovës e lëvizi globin dhe intervenimi që ndodhi në mbi Çaqet dhe mbi Jugosllavinë. Po në anën tjetër emocione dhe dhimbje për gjithë kombin, në realitet ramja e të gjithë këtyre dhe e një familje që tingëllon absolutisht thash titanike, biblike, madhështore në luftën për liri, në përpjekjet për liri. A ishte një emocion më shumë që ju bënd të tjeni edhe më të fortë në luftë? Absolutisht. A keni përdor këtë që t'i forconi edhe shpirtrat e luftetarëve? Unë kam dëgjuar edhe ushtarët, ne kur i kemi përgatitur ushtarët për luftë, nuk është që kemi pas armatim të sofistikuar dhe pajisjet të sofistikuara që ata t'jenë të vullnetshëm, t'jenë të fuqishëm. Mirë po ne kemi përgatitur në aspektin psikologjik,
sepse kemi përdorur çdo herë, nëse familja Jashari dhe shumë familje tjera janë kanë flijuar familjet e veta, fëmijë, pse ne mos flijohemi për atë dheun, për lirinë e Kosovës. Dhe unë them drejten në pregaditje dhe oficer tjerë që kanë qenë dhe stafit përgjithësi të zonës operative të Llapit, kur i kemi pregaditur, ushtari ka qenë i bindur që me një push mund të ndalë tenkun. Aq i kemi pregadit ata që janë të fuqishëm, janë më të fuqishëm se so janë armët e Serbisë. Dhe këtu është ajo fuqia e një ushtrie dëvogël, si që ka qenë ushtria qendrore e Kosovës, që të del përballë ushtrisë serbe. Ushtria serbe, derisa ata ka funi luftës dikun, ne kanë zbulue edhe gjitha të sekretet, sepse ne nuk kemi pas aparate, nuk kemi pas mundësi që të verifikojnë njerëzit se kush na kyçet në mbrana UÇK-s. Ata kanë menduar që ne kemi armë që nuk guzojnë të na nisin një ofanziv pa pasur shembull jo një brigadë, por një divizion. E morën shembull betejën e Llapashticës, betejën e Kaçanollit, ku një armatë tërë ka qenë e kyçën në luftë kundër nesh. Kanë qenë tanksat, kanë pas haubicat 155 mm, ka pas raketa Helsa, ka pas mina Helsa të gjitha kalibreve, 120, 82, 60, ka pas gjitha armët e mëshme që i ka Jugoslavia kanë qenë të përdorura. E ne kemi Ma shumë të i në Gulinove, keni pas? Ne në Gulinove kemi pas humbje minimale, për mu një ushtar ka qenë so 1000, po lufta që ka qenë, humbjet ka qenë minimale, suksesi ka qenë i jashtëzakonshëm. Dhe në betejën e Kaçanollit, kur ka ndodhur me 14-15 shtator 1998-s, për herë të parë ushtarët tonë janë ballafaquar me një luftë frontale. Dhe them drejtën, për herë të parë ushtria e Jugoslave është thye frontalisht. Është ndalë atë, kanë pas humbje shumë të mëdha dhe është detyruar që të kthehet mbrapa. Prej një ushtrie që në atë kohë, them drejtën, bëhen modest, nuk i kom pas ma shumë se 300 ushtarë në krejtë zonën operative të Llapit. Edhe kjo tregon atë fuqinë që kemi pas na përballë Serbisë. Jo me armë, sa kemi pas me pregaditje, sepse kemi përdor një doktrinë krejt tjetër, jo doktrinë frontale, doktrinë sulmuese që kanë Jugoslavia, po kemi përdor atë doktrinën ma tepër që kanë përdorur Vietnamët, që kanë përdorur guerilat që kanë qenë suksesshme, dhe për atë arsye sot lexosh generalet amerikanë apo generalet e tjerë thojnë që guerila e ushtrisë qendrore të Kosovës është guerila më e suksesshme në histori të luftarave që kanë ndodhur. E tha generali më i madh Clarku. Guerila më e suksesshme në historinë e luftrave. Absolutisht. Ushtria Shlirimtare e Kosovës. Absolutisht. Ku keni pas kazermat? Kazermat i kemi pas, çdo shtëpi e shqiptare ka qenë kazerma jona. Çdo non e shtëpive ka qenë ajo kuzhinierka, shefi kuzhinës. Shefi kuzhinës që ka punu, ka ndihmuar, edhe na kemi qenë shumë disiplinuar. Unë e di, jo një rast, por shumë raste ku i zoti shtëpisë e ka lëshuar shtëpinë, krejt familjen e ka qitë një dhomë dikon, edhe ka thonë kjo është për juve. Për ushtarët, për ushtrinë. Po, absolutisht, ne s'kem pas kazerma, po çdo shtëpi e shqiptarëve ka qenë për neve kazermë. Kazermë dhe mburoj e luftetarëve atë lirisë. Edhe kjo cilësi, karakteristike luftrave guerile, në asnjë mënyrë e kësaj. A ke pas më dyshje ato ditë? Sidomos të betejave të mëdha, të themi fushatave, të aksioneve të mëdha të ushtrisë jugoslave? Asnjëherë na betohem edhe them me përgjegjësi të plot. Jo unë si zavendës komandant i zonës operative të Llapit dhe përgjegjës për çështje ushtarake, por as një ushtar pas çdo ofanzive ka dalë shumë më i fuqishëm, shumë më i fortë. Na kanë humbë, na kanë rënë në vinë e frontit, kolegë, ushtar, bashkëluftetar, e kemi ndjerë veten shumë keq, por na ka dhënë moral. Se ai ka dhënë jetën e ne çka të bëjmë.
Ne duhet edhe t'ja morë hakun atina, po edhe duhet t'a qojmë amanetin atyne deri në fund. Dhe kjo neve na ka majtë moralin, na ka majtë atë forcen që na duhet t'i shkojmë deri në fund edhe duhet t'a fitojmë luftën, edhe e kemi fituar në fund luftën. Kemi pas një drejtim qartë si ushtria qimtare e Kosovës. Neve edhe na kanë vëzhgu edhe ndërkombëtarët, edhe OSBE-ja. Nuk kemi qenë ushtri me karakter pro-perëndimor. Me ato tiparet pro-perëndimor. Nuk e kemi dasht sepse na kanë shiku a jemi marksista, leninista, apo shëndesëm me grësht, a kemi mujahedin mesin ton që Bosna ka pas shumë të tillë, por ne nuk kemi lejuar asnjëherë, në asnjë çast, që drejtimi jonë, misioni jonë të ndryshoj nga ai që kemi marrë që nga fillimi. Dhe kjo të drejtën na ka shpëtu edhe na ka dhonë në fund edhe atë frytet edhe e kemi ngrit komplet botën perëndimore në krye me NATO-n, e kemi ngrit pro Kosovës dhe pro UÇK-s. Në ndërkohë kanë ardhur dhe pjesëtar, po themi, të NATO-s, të ushtrive gjatë ditëve kur po ofrohej çlirimi, dhe ju a kishit një përvojë nga Kroacia në kontakt me ata për një kontakt të mundshëm, për interkomunikim, Ka pas shumë televizione botnore, ka pas prej BBC-s, prej televizione shtetërore Francës, Gjermanisë, Italisë. Unë kam dhënë shumë intervista gjatë luftës edhe ai morali joni përgjithshëm. Unë e kum qit para televizione botnore që ne si ushtri jemi shumë të fuqishëm, jemi shumë përgatitur edhe jemi shumë vendosur që luftën do ta çojmë deri në fund. Po makar edhe ai ushtari i fundit, ne nuk do dorëzohemi asnjëherë. Dhe e kanë po këtë vendosmërinë tonë. Pastaj OSBE-ja kur ka qenë me ata protokolla, si theshin, ata kanë qenë të gjithë oficer. Kanë qenë gradat larta Shtetet Bashkuara të Amerikës, Angleze, shteteve tjera, dhe unë kam pas kontaktet shumëta me ta. Nuk e harroj kur një Amerikan, një Mike Tim, bisedoj me mua pas betejës llafashticës, edhe më pyeti, tha, këto manevrime që i keni bërë, tha, janë të rastishme apo janë të planifikume? Thash, ne pa plan nuk bëjmë asgjë. Thash, zona operative Llafit i ka planet edhe pa plan nuk vepron fare, edhe ajo habet, sepse ishte një manevrim që ne e bëm si zonë operative Llafit të jashtëzakonshëm, edhe aty ja shkatruan 19 mjetet blindume sërve dhe një numër shumë të madh të ushtarëve ja u vram. Dhe pas 2 ditëve ai që qëndroi në komandën time, aty ka fiet, tha me tregu diçka drejt. Tha shurna, e nxorri dokument, tha unë jam kolonel i ushtrisë amerikane. Tha më vjen mirë, tha po do të shifemi, tha na shumë shpejt do ta lëshojmë Kosovën, po do të shifemi, tha jo mund civil. E ato ditë të vështira se kanë ardhur në për shtabe, në për kanë ardhur kështu i keni. Kanë ardhur para se me hyn ato, ja. Pak para se me hyn ato. Para se me hyn ato, kanë zbarkuar në pjesën e Kollakut, aty janë takuar me komandën e zonës. Dhe aty kanë... Me Adem Shehun, Fatmir Sopin ata? Po, me Adem Shehun janë takuar, me Rustem Mustafën, fillimisht se ka qenë komandant i zonës atje, dhe me këta oficer tjerë. Idris Shabani ka qenë komandant brigadën aty, dhe me ta janë takuar, janë koordinuar për hyrjen e trupave të NATO-s dhe për çdo gjë tjetër, sepse ishte veç fundi, ishte para se më nënshkruaj marrëveshja e Kumanovës, dhe kemi qenë gjithmonë në kontakt, qysh kanë orë dhe në shtabin e përgjithshëm. Atje kanë zbarkuar me helikopter, ashtu që edhe këtu kanë zbarkuar me helikopter, ashtu që ne kemi qenë kontakt. Ashtu që nëse akuzohen Hashimi, Kadriu, Jakupi dhe Rexhepi, duhet më akuzuar dhe ata. Po unë... Si mas... nëse i dëgjojmë dëshmitarët e mbrojtjes, që ma kredibil, ma të fuqishëm nuk ka, s'mund të ekzistoj një, sikur që është komandanti i NATO-s për Evropë, Wesley Clark, sikur që është James Rubin,
shembull Hilli, Christopher Hill, ishte dhe ai Sean Burnsi, që ka qenë shef i inteligjencës për Amerikën. Kosovë ka qëndruar krejt kohën gjatë luftës dhe ai e dëshmon qartë që UÇK-ja është një prej ushtrive që ka bo luftë jashtëzakonisht pastër, që absolutisht e thëmë me përgjegjësi të plotë, edhe para te edhe para shikuesve tuaj, që në zonën e lirë, ku e ka kontrolluar zona operative të plavit, kanë jetuar serbët. Familjet serbe kanë jetuar dhe askush nuk i ka prek. Ushtarët e kanë pas urdhër që ata nëse kërkojnë shërbim me i dhon shërbim, por me kusht që ata armë nuk guxojnë me pas. Dhe ata kanë jetuar shumë normal, por kjo Hag ose kjo gjykatë, më mirë thëmë, është gjykatë politike. Është gjykatë politike, brumi i saj është marrue në Moskë dhe në Beograd. Dhe dihet që Beogradi dhe Serbia ka investuar miliona, më thëmë qindra miliona euro për me ardhur deri te kjo, për me ma vonë me pas një alibi me padit Kosovën apo faktorin ndërkombëtar, se ju e keni përkrah një ushtri e cila ka qenë ushtri genocidiale dhe faktikisht kjo e për ata dhe përdorin, që unë jam shumë i bindshëm, bazuar në gjitha ato që e kemi dëgjuar, që ata do të kthehen shumë shpejt gjatë këtij viti, do të kthehen në Kosovë, në familjet e tyre. Simas atyne, po t'ishte gjalla Adem Jashari, për cilin sante e kemi, Zahir Pajaziti, Luan Haradini, Agim Ramadani, do të dënoheshin pse keni luftuar për liri. Adem Jashari do të ishte në burg. Zahir Pajaziti që ka vrarë gjithë ata policë famkeq që kanë torturuar një llap të tërë. Një llap e një Prishtinë, një Kosovë të tërë. Faktikisht që ai ka ekzekutuar me grupin e tij dhe ai do të ishte atje. Ashtu që ne nuk kemi luftuar kundër civilëve. Ne kemi luftuar dhe kemi vrarë ushtarë dhe policë që kanë qenë okupues këtu. Kanë qenë kriminal. Kanë bërë vepra kriminale në vazhdimsi. Unë kam qenë Hag si dëshmitar. Edhe pyetjen që ma ka bërë prokurori, tha, kënd ti e konsideron armik? Tha, çdo kush që është i armatosur përballë meje. Po qoftë ai në uniformë apo civil. Ai ka armën. Luftë është një definicion. Vraje se të vret ai ty. Nëse ti se vret i pari, ai të vret mundësinë e parë të vret ty. Dhe kjo është shumë janë ligjet luftës. Atë lutem. Edhe nuk shkon luftë për me pi çaj ruse dhe me bë muzikë, po shkon me luftua, me vra okupatorin, me dëbu okupatorin, se ne bëni vetëm luftë për liri. Absolutisht. Ne kemi pas edhe këto, falem, ne kemi pas edhe rob në zonën gjatë luftës, ushtar serbe, kemi pas besa shumar të armatosur, ne kemi pas police, kemi pas të kalibrave që kanë qenë të armatosur, edhe i kemi lëshu. Dhe me thonë, asë një të burgosur, asë një të zonë rëbë, na nuk e kemi ekzekutu. Kjo e të regon se rezistitetin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si ka qenë, them, 100 herë ma ushtri profesionale se ka qenë ushtria armiku janë përballë që kemi pasur. Po mos ishte kështu, nuk ishte bon NATO me neve në realitet. Absolutisht. Politika u bon më herët, të gjitha, por në fund ishte NATO-ja dhe UÇK-ja dhe NATO që është liruar në këtë vend, dhe nuk e kishë bon aleat një ushtri pa regula, të pa definuar. Vërtet gjithë qka u zgjua me 5, 6, 7 marsë dhe gjithë gjë u zgjua, gjithë shqiptar, në gjenë, në gjak, në u zgjua. Edhe në botën e këngës, absolutisht mundoheshin artistët të mdhej që t'ishin ajo logistika morale, e shpirtërore, e tërë kësaj. Prandaj po duhen vazhdim që spektatori dhe telespektatori le ta ndjekun e kam përgatit enkas një lloj mini kollazhi të disa këngëve të bukura dhe po shkojmë me marketing dhe po kthehemi pastaj. Aty dikon edhe Mihria thret, hey, a ka edhe një pushk për mua, pastaj unë i thosha, pushkin e kemi sigurua, po nisesh, çapo bëjmë. A ndjekim? E ndjekim edhe shkojmë me marketing e kthehemi ka.
Emri general, mrekulli, tani vërtet një betej titanike, një betej biblike, një ramje madhështore, ta quajmë në kuptimin më pozitiv, për lirinë e vendit, që e zgjoj çdo shqiptar, ku ishte në rruzillin toksor, që si duket edhe u baj dakiku juaj që të niseni për në ushtrinë e qeverimtare të Kosovës, edhe ku gjeti dita e lirisë? Dita e lirisë gjeti duke u kujdesur për ushtarët që akoma si kishëm sistemu, ne kishëm 74 plagosur që ishin palëvizshëm, dhe ata në 3 muajt e fundit, vërtet 2 muaj e diçka që ndodhen 77 ditë bombardimet, ka qenë një prej betejave them më madhe në aspektin e përgjegjësisë, sepse një plagosur me të vranë luftë është për komandën, për oficerët, është jashtëzakonisht e rëndë. Dhe ne u kujdesëm për gjithë këta, kur erdhi liria, dita e parë, ne këta i nisëm drejt Prishtinës, që t'i sistemojnë në spitalin e Prishtinës, ushtarë t'i sistemojnë, i caktuan vend bazimet ku do të mblidhen, dhe pastaj lëviza edhe unë Reme veç kishte ardhur më herët në Kolevic, ku aty jemi vendosur, dhe unë lëviza erdha në shtabin e komandës në Kolevic, ju bashkova kolegëve të mi që në atë ku ishin aty, dhe në mënyrë emocionet ishin të përzira. Ditë e lumtur. Ditë e lumtur, absolutisht po emocionet ishin të përzira, se pa shumë, e di shumë që do kolegë që kemi pas, do bashkëftetar nuk i kemi shumë, kemi parë në luftë, shumë të vramë, kemi parë plagosur ranë, kemi parë familjarë që se të ishin ku i kanë tafërmit e vetë, kemi parë raste shumë trona. Si kur një film të kalojnë gjithë shkanë. Absolutisht, dhe erdhi liria, po jo mu gëzu ashtu që gëzohen populli që i shofën tuke i pritër hyrjen e natës, por ne ishëm pak ma të kujdesshëm, sepse kishëm përgjegjësi akoma më shumë, dhe por prapë se prapë ishëm shumë të lumtur që erdhi më në fund liria, dhe tani fillon një epokë e re, një epokë që më vonë do të quhet epoka e rindërtimit, pastaj e krijimit të institucioneve ku ta dinë. A të uroj për bastin që e ke fitu me mu, e që se kemi thonë publikisht kur, e që unë du mja të regu publikut. Në vitin 1996, generalit, une, po i thosha, se une do të shkoj në luft para juve oficerve, para juve luftetarve, do të anisi luftën e bëmë e kështu, lavdosha kotë si kokoshi në Frankfurt, dhe generali më tha, dëgjo, nga përvoja ime dhe nga ajo që di edhe mund të bëj me 4 veta, si diverzant e qojnë hava krejt kazermen në Prishtinë, që ka qenë nga kazermat më të mëdha në Jugoslavia atëherë, gjithë në hava i qoj. Po çka do bëjmë me juve që jeni aty të parë matosur e kështu? Tha, këto janë dilemat. Për ndryshe, unë kam luftu për të tjerët, e për venin luftoj edhe 10 herë më shumë. Një ditë prej ditësh, rastësisht unë bëj telefonat, e kisha një telefon në shtab, dhe kur e merr vesh generalit që jam unë, thot, ama në telefon, thot, na unë jam këtu, po ti ku je? Edhe unë i thashëm, në logjistikë, kështu që e ke fitu bastin, s'kam qare pa ta pranu këtu publikut. Unë jam pështjela ty pak, po. Vetëm e the një, jo që jam lavdu. Ti e logjistikë. Me vërtet, pa diasporen, pa logjistiken që ka qenë e fuqishme nga diaspora, sepse mjetet financiare në përgjithësi kanë ardhur nga diaspora. Ka pas edhe biznesmenë dhe njerëz brenda që kanë ndihmuar, se për mu, ne bisedum para se të hyjmë në studio, sa ushtari ka pasu që këja. I ka pas 1 milion e ma tepër ushtar. 1 milion e ma tepër ushtar. Ma ke arkitu që ka pas. Edhe nëma që ka një par qërap që ka maru me krabza,
për një ushtar tonën edhe e ka dhënë kontributën e vet. Mirë po, a është bo mirë, a është bo me larg pamësi ligji për veteran, nuk është bo për mendimin tim. Në Kroaci unë kam qenë luftë, Kroacia ka 1,5 milioni ushtar. Por veterani nuk merr pagë. Veterani o punësu, veterani ka privilegje për familjen e tina, për fëmijën e tina, për shërbimet shëndetësore edhe për shërbime tjera. Nuk paguhet me një pagë që jo nuk ka pagë, ajo është një diçka që them një ofendim për çdo luftetar me adhon 170 euro pagë. Unë e quaj ofendim atë. Do të ndryshoj një ditë kjo. Unë mendoj që, por unë kisha rekomandu fuqishëm nga ky emision i YouTube që qeveria arshme, parlamenti arshëm, një prej ligjeve të para që duhet ta përpiloj është ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës. Absolutisht. Kjo duhet të bëhet, jemi dëshmitar kohën e fundit apo disa viteve të fundit që njerëzit në për profilat rreme po ofendojnë njerëzit, po e ofendojnë njerëzit e luftës, po unë kam emër dhe mbi emrin, jam Kadri Kastrati. Nëse unë e kam bot këqia, nëse e kam keqpërdor uniformën time të UÇK-s që për mua ka qenë shajt, atëherë kam emër në mbi emrin, nuk jam në UÇK, po jam Kadri Kastrati. Dhe kjo është ajo që unë kisha kërkuar për njerëzve që mos të prekun UÇK, se UÇK është diçka shajt, që nga Skënderbeu e deri te ushtria qendrore e Kosovës, kur populli shqiptar nuk ka pas organizim ushtarak më të mirë se që ka qenë ushtria qendrore e Kosovës. Dhe që nga Skënderbeu e deri te UÇK asnjëherë Kosova nuk është liruar me luftë. Dhe kjo është ajo që UÇK-ja ka meritën më të madhen. E jo tash me fol për ushtrisë qendrore të Kosovës që nuk ka diçka më të shejtë. Absolutisht. Me njëherë në Granove vazhdove të punosh me TMK-n, me trupat mbrojtëse të Kosovës, pastaj edhe me FSK-n, dhe një ditë arriti me u bë edhe generali i kësaj FSK-je, moment i bukur. Po thash më herët, mas lufte, ishte një epokë që Kosova ishte shkatërruar dikon 70-80% dhe TMK-ja ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në rindërtimin e vendit. FSK-ja, kalimi nga TMK në FSK ishte për afrim edhe një hap më afër se te ushtria e Kosovës, që unë kam qenë gjitha këto procese në stafet udhëheqëse të këtyre organizatave, dhe në vitin 2019 falemderit shëndetit, Zotit, popullit, meritave që i kanë vlerësuar të tjerët, unë mora postin e komandantit të forcës së sigurisë dhe mora gradën general lejtnant që u kurorëzova me gjitha ato përpjekjet, mundin, sakrificën që kam bë, dhe për mua ishte një satisfaksion jashtëzakonisht i mirë që më në fund e arrita edhe karrierën time si general lejtnant, si komandanti i kësaj force që ta drejtoj për 4 vite dhe unë të drejten. Të kemi general të Republikës Kosovës, general tonin kështu. Faleminderit. Ti ke marrë gradat më herët në një vend tjetër, po general Kosovës, kjo është diçka tjetër. Si e sheh rolin e ushtrisë Kosovës, edhe përgjithësinë që mbart ajo ndaj sakrificës e luftës? Sot forcat tona të armatosura janë zhvillu në një nivel jashtëzakonisht të lartë profesional, them me përgjegjësi të plot, aq sa unë e përcjell nga kondi im, është para Maqedonisë së Veriut, para Malit të Zi, lirisht edhe para Shqipërisë, me profesionalizëm, me pajisje, me armatimet që i ka moderne. Kemi marrë pjesë në 2 ushtrime më të mëdhajat në Evropë që janë zhvilluar 2023 dhe 2025, European Defender, apo mbrojtja e Evropës. Vitin 2025 Kosova ka qenë një koqire me komandën e kësaj pjese të Evropës dhe ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm dhe jo si një koqir, por si profesionist në teren e kësaj fushë. 2 herë ka marrë pjesë në operacione paqërujtëse në përbot, disa herë në operacione humanitare, shkollime, trajnime,
Dhe gjitha këto, çdo herë neve na kanë bërë mundje krenar që jenë kthyer me rezultate të jashtëzakonshme. Por a është duke bërë qeveria mjaftueshëm? Jo. Nuk është duke bërë mjaftueshëm, unë e kam thonë disa herë, po e them shkurtimisht këto që mungon ligji për sigurime shëndetësore, mungon ligji për sigurime jetësore. Këta njerëz punojnë me armë, me rrezikshmëri çdo ditë të lartë dhe nëse humbin jetën këta duhet, familjet e tyre duhet sigurohen. Pastaj nuk ju paguhet tash ushtria me pa ditë qeverin, ushtria e vet, me pa ditë qeverin gjykat, që ka ndodhur me forcën e sigurisë Kosovës është shumë keq. Dhe kanë fituar për pagesë të orarit shtesë apo të orëve jashtë orarit. Dhe këtë këto paga nuk është e dinjiteshme akoma. Kemi raste kur pjesëtarët të kësaj force e braktisin për arsye ekonomike, jo të tjera, dhe kjo nuk i shkuzoft me ndohë. Dhe une thras dhe bëj apel dhe rekomandoj fuqishëm te qeveria që këtë kategorinë e policisë të Kosovës, të akuisë, të doganave, të zjarfiksave, duhet të trajtohen me paga të dinjiteshme, jo sikur një zyrtar që rrën zyre 8 orë, por këta duhet jenë të dalluar sa i përket të ardhmave personale. Sot si general në pension, si ndihesh si ushtari i Adem Jasharit. Po, absolutisht. Edhe ndihesh mirë, a? Po. Çfarë ju thu gjeneratave të reja, këta që orientohen për në ushtrinë e Kosovës? Unë tash momentalisht është hapur një konkurs për forcat tona të armatosura, dikun duket edhe 300 veta do t'i rekrutojnë. Dhe unë nga këto i ftoj gjithë 33-at që ta veshin uniformen. Dhe përmes uniformes ata mund me dhoni një kontribut shumë të madh. Mund ta respektojnë gjakun e gjithë atyre që ka dhënë jetën për këtë vend, e janë me mija litra gjak që janë derë, që është lak, jo tokë, ta respektojnë familjen Jashari, familjen Pajaziti, familjen Haradina edhe gjithë familje tjera që kanë dhënë më të afërmit e vet për këtë vend, ti respektojnë gjithë ato familje që janë masakru, sepse atë dheun ta shërbesh edhe ti shërbesh atë dheut nëpërmes uniformes nuk ka gjë më mirë. Nuk ka më krenari e madhe se ti shërbesh atë dheut dhe ti jesh ai gardiani që e ruan këtë liri, e ruan këtë sovranitet edhe e ruan këtë bukuri që ne sot e kemi. Turp, po them, turp edhe një herë është për neve në përgjithësi, pa dallim, që bota po ballafaqohet me rreziqet mëdha të luftës globale e ne nuk mund ta zgjedhim një president. Ai se nashta kur shkon në misioni, se të shtunën ka më shku, nashta kemi zgjedh. Po, unë po them deri tani nuk është zgjedh, por po them drejtën është turp ne me orën këtë situatë, që për interesa personale, interesa partijake, me Kosova me morë një fotografi të kaq të shëmtume, të miqtë tonë, të aleatët tonë që na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur çdo herë, është jashtëzakonisht keq. Nga kjo përvojë, nga kjo periudhë vjetësore, në realitet juve tani ju bjen një jetë të tërë në shërbim të atë dheut, edhe mbi të gjitha atë fat vet i keni pri, vet e keni vullos, luftëtari i lirisë, s'ka më bukur. Po të kisha edhe 3 jeta nuk e kisha ndryshu. Nuk e kisha ndryshu? Jo. Pikërisht e kisha pyetje, do ta bëje ndryshe? Kur një jetë, po Zoti i fuqishëm të më kthen mbrapa edhe thot, apo merr një drejtim tjetër, asnjëherë s'e kisha ndryshu. Je i lumtur që ke? Absolutisht shumë i lumtur që kam pas mundësinë. Jemi gjenerata më me fat në historitë të popullit ton, na të gjithë na që po jetojmë këtë epokën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, epokën e kësaj gjenerate, sepse jemi gjeneratë historike. Nuk i jepet më shansa ndoshta
dash Zoti në tarmën askuj sepse do t'jem shtet i lirë, po s'ju ka dhënë shansa shumë përpara që kanë vujt në për burgje, kanë vujt në për janë kthyer nga ushtria të vrare. E ke thënë interesant, miliona litra gjak janë dhirë për këtë vend. Lumej gjaku janë dhirë për këtë vend. Absolutisht. Dhe ne jemi gjenerat me fat. Unë s'do ta kisha ndryshuar asnjëherë rrugtimin tim jetësor. Të pyesin, të thrasin, të konsultojnë? Fatkeqësisht jo. Unë kam mbi 20 vite në uniform, kam një karrierë gjatë, kam një provoj lufte shumë të gjatë, jo vetëm unë, po gjitha ta oficerët që kanë dhënë kontribut shumë të madh del në pension me 55 vjet, që është gabim, që ky ligj duhet të fuqizohet, nuk thirret askush. Ta dhoni një shembull, isha 3 herë në Pentagon, shpinë më të madhe në botë të ushtrive. Edhe aty, çdo herë që jam taku me homologun tim, ai ka pas 2 deri në 3 general pension këshilltar. Absolutisht. Edhe pyeta një herë, thash, po vjen mirë që general nuk i lëni pasev. Tha, ja, derisa ecin, e kanë mendjen e shnosh. Tha, na nuk i lëm pasev. Janë përvojë krijuar 50 vjet, 60 vjet. Janë formula e zgjidhjes së problemeve. Unë kam ofruar këshilla pa pagesë. Vetëm një kafe me na ftu, me na pyet, me na hull, me na qit tavolinë problemin edhe ne mi zgjedh. Por askush fatkeqësisht nuk na ka konsultuar asnjëherë dhe deri me tani jo, tash e tuti nuk e di. General, po shkruan? Po. Po i shkruan edhe ne si zonë përvojat, duhet ju them, ta quaj memoarët. Jo ato, po duhet ju them për juve dhe për publikun që zona jon, zona operative Llapit, e kemi angazhuar një general që është doktor shkence Skënder Zhitia, Instituti Historik i Kosovës, është duke shkruar historinë, kemi dokumentet, kemi gjitha të materialet origjinale që kemi pas luftës, nga plan programet e trajnimeve, nga çdo gjë që kemi pas, ne kemi ruajtur, edhe do të lëmë materialet bollshme për gjeneratat e ardhshme që të lexojnë dhe të shohin se ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kaçakësh, por ka qenë ushtri e organizuar, e strukturuar, nivel zonash, nivel të komandave, nivel të brigadave, të batalioneve, kompanive, togjeve, dhe ka vepruar me një disiplinë të mirëfillt të kohës, sa kemi pas mundësi, dhe faktikisht edhe kjo na ka sill suksesin dhe fitoren ndaj forcave serbe. Një jetë në ushtri, mbi të gjitha shumë vite në luftë, dhe në luftën e drejt për drejt, kush kanë qenë mbështetësit më të mëdhej kështu ata të... Po unë e falenderoj familjes time numër 1, që faktikisht gruaja ime kur e kam lënë, ju përshëndet me te, 2 fëmijë kam lënë, Albertin e kam lënë 5 vjet, Amantinën 2 vjet e gjysmë, gruaja ka qenë pa punë, edhe nuk ka pengue, përkundrazim ka përkra, ka thonë rruga mbar, uroj të jesh mirë, ta kryesh misionin ashtu që planifikon vetë. Kjo ka qenë numër 1, familja këtu më e gjonë në Kosovë, miqt, shokët, unë duhet ta falenderoj publikisht komandantin e zonës operative të Llapit Rustem Mustafën, që kur jam marrë dorët e lira mi ka thonë ti je ushtarak, që është këta të na... Po, ti e i dituri për këtë punë, ti ma keni thonë edhe privatisht që ka thonë ti tashi. Po, grahe, jepi mbështetjen time kje maksimale, dhe kjo mu s'm ka kriju pengesa, kufizime, shok tjerë, gjithë ata shokët ilegale që kanë qenë në Remin, e kom pas përkrarën maksimale, pastaj kanë ardhur edhe oficer tjerë, dhe kemi ardhur deri në fund luftës, dhe mbështetja ka qenë e gjithanshme. Mbështetja më të madhen, absolute kena pas prej popullatës. Prej popullatës. Po, popullata ka qenë, na ka shikuar si një pik ujë në shuplak, na ka lëshu dhomat, na ka lëshu ushqimet, na ka kashatën e bukës na ka dhonë për me krye punën tonë. Luftetarëve të lirisë. Absolutisht. General, na ke thënë gjëra shumë të bukura, faleminderit, na të kishim ftu që në këtë formë, në përmes rrëfimit, thjesht
edhe të festojmë bashkë në këto ditë të epopesë së UÇK-s, së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, në këto ditë që shënojnë për mua një histori të shenjtruar, të bekuar, të madhërishme, që neve na ka sjell lirin. S'ka diçka si liria është më sublimja në këtë botë dhe faleminderit shumë që na erdhe, që hoqen nga koha juaj për të na rrëfyer, për të na thënë gjëra të bukura, si një personazh, si një pistë shumë interesante e rëndësishme për këtë ato gjenerata që e shohin rrugtimin tuaj bashkë si një autostradë të lehtë për me ecë e pastaj me qa problemet e kohrave të tjera. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, edhe një shfrytëzoj rastin të uroj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës këto ditë, sepse është për më urue, sepse të i falenderua kësaj sakrifice e kemi shtetin, dhe uroj që institucionet tona të punojnë drejt mirë për të mirën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë general. Kasi shumë faleminderit.
Thoni Roman. Ka janë këto bagazha, këto Valigje. valigja. Bob, unë po shkej në Gjermani. Jo. Ja, Bob, a peshe? Ata kanë dek, këta po shkelin gjak tymve. S'ka rahat këtë vend. Pa, ku ke dorëzua? Si më dërzua, Bob, po bëllë këm qindru. Jo, si të shkosh, ke mu dorëzu. E ku morë një fotografi tonë dhe në dhe mirijes me veti. Ha! Për kujtim. E rujnë Gjermani e leo për mi televizor. Kur të mërzitësh. Kum kalu mirë me juve. Po, falenderit, po, nuk është mirë, qa është kjo? Mos ja bëhet si Boba jem. Se? Ula fulla seriozisht me Bobën tem, i thash, o Bob, gjendja është alarmonte. Nga e djolin tënë, për hotërt nipa, që thash ja shkelëm Gjermani. Shumë gabim. A di që tha? Ha. Qysh? Qa është këtë dezertim? Nuk është dezertim. Po qka? Thash, o Bob, që shkëm Gjermani? Ma bre birë se po t'nin rinia është marre. Ti vend që mi stimulu me jetu këtë. Fiks? Jo, Bob, rryma o shtrejtu, nofta o shtrejtu, po nuk bë me shku me liberalizim. Për mi adit vlerën Gjermanis, ka Subotica do të mira edhe njerë, ka Hungaria me shku në Gjermani. Ha. O nëjmë, do të mi ashkel edhe lëp, do të mi morë me vete. Jo. A ti që tha Bob em? Nga më birë, maksimumi, edhe 8 vjetë bëhet mirë në Kosovë. Optimist? O Bob, ma shumë po bojnë zgjedhje në Kosovë se sa dosma. Po, vëlla, dikur, veç dosma kishim e zgjedhje jo, po tash... Për një vjetë, 3 por zgjedhje. Ha, Tash ku të vinë zgjedhje tjera. Kanë me na thonë, apo delni edhe njerë zgjedhje se s'na ka punë printere. na falëmësoni me zgjedhje. Ka dal qështu? 66 vota i ka posë qeveria. Po? 66 vota, 66 vetë ndarësëm së një rahatën ku mu ullë. Jo. Unë e ma ke po i zoti dorsmës, ka stres, Po. 66 vetë ku miratu, filoni s'full me filonin, listën e dorsmës, filoni me filonin, 10 janë Gjermani. Jo. Hajte beri këta tjetë, 2 janë Zvicër, beri këtu, 10 janë dremt natës, nuk e di një 10, nuk e di avina zvin, nuk mund miratu, problemon na e mështë. Edhe, qërë na e më. Këmë të kujtu shpeshisht. Këmë të këqyrë. Opozita se bën korumin. Pozita s'me bën korumin. Pupulli qaj ka met. Vish mi bugoti valigjet edhe mi ashkel për këti venit. Ja, i ka met me zgjedh qysh dohet. Po qysh me zgjedh qysh dohet? Mos mi a pasinati fqiu të parë, mos mi a pasinati X-it, Y-it me thonë, kjo është i zoti, nuk jam unë për aty. A ke po që i kanë fillu me vrapue 70% analfabet? Më bo profesionista në politikë. Për njerë duhet me kjo shkollën. O Bob, ta s'po Duhet mujnë... me dit. Këta s'po mujnë më morë vesh për presidente. Para mende. S'po mujnë më morë vesh për presidente. Ta sho Bob, qupre për hotër të nipa shkojmë se marum. A ti që më tha? O birë, edhe këta bre ka nipa. Këta kanë edhe stërnipa. Me porët që ja kanë vjellë shtetit, ja kanë siguru edhe stërnipa në eksistencën ma shumë se Shevqetit që për në Gjermani. E që kjo realiteti. Bijat ka ishin. O vlo, kur s'mujtën me kesh? Edhe në Gjermani ka zgjedhje. Gjermani ka, po e zgjedhje njëherë. Po. E këtu? Atjeve Gjermani e zgjedhje njëherë, këtu halodin zgjedhje dhe sa të puplit lodhët për tuke. Edhe na im po të kalëzë e drejt, edhe mo nuk është interesant kush fitan. Ju, ha? Pa korënci kush fitan. I sholla, dën zuti. Apo fu krejt njëjt, ha? O, na im. O, i sholla fitan Barcelona, e këm një tiket jem të e prit. Fitën zuti, që tiket. Koferin gote dhe drejt në Evropë. E reali? E sere, reali. Hajde. Falënderit që keni ardhur, falënderit gjithve. Po unë burko, kryeministër Adil, o vëlla me ma sharu një punë. Po. Çka është që kjo punë kryeministër para 3 javë hyp tash është drept? Çka kjo punë? Qeveria ime dhe unë personalisht që kryeministri i Republikës së Kosovës ka potencuar dhe potencoj se Kosova është stabile. I ka institucionet stabile. E ka qeverin, e ka parlamentin, e ka edhe Bacin Jakup,
i cili është ushtrues detyre dhe po ushtruat nga hena deri te premten. Dhe tash e tutje në Hajvali po e throsin na kupi. Ndërsa kurse në Drenis po e throsin ja kupi. Andaj, qytetarëve të Republikës së Kosovës ju premtoj, ju garantoj dhe ju siguroj se i kem numrat, e kam stilin, e kam frizoren, e kam gishtin, e kam edhe sahatin. 25, vanë ka bo. Andaj, i kemi edhe institucionet të Republikës së Kosovës, kështu që mos u bani mara. Jo, kryeministër, na mu shqetësu, as mu po marak, nuk i kemë ndërmen, na LDK-ja kërkojmë zgjedhje të reja. Qa është të si LDK-ja? Edhe vetë vendosë që kërkon zgjedhje findak të reja. Ose për ndryshe në shojmë solën, dojna zgjedhje. Balbë, më të kabo? Dojna zgjedhje. Qërë zgjedhje? Qasit mira. Qëfare? Mira. Mos për s'ka të kush. Mos për më selë ote. Ta hina unë e këshyra një najtë. Ka bo zgjedhje? A majtëm zgjedhje pa 3 mujve? A majtëm? A i fitum zgjedhjet? I fitum. Ta sa 5 zgjedhja? A 5 na i fitum zgjedhjet? Qka o bon Kosovë që du jovë zgjedhje? Zgjedhje. Ma shpesh Kosovë vinë zgjedhje se sa bijat. A unë ma gjavë. Jo, LDK-ja. Jo, LDK-ja për ministri. Kush e harrove babën? Kush bre po du me të vetë se ju e një ma t'informum? Urna. Shka u punë e soj kushtetutës kush? Urna. Për qëtë bezetin. Dikush po thot e ka shkel. Dikush po thot jes e ka shkel. Tjetëri kush po thot je ka shkel. Kush letrat je ndollë që e ka shkel. Apo më rëvesh, e ka shkel kush, as e ka shkel. E ka shkelin qof e ka shkel. Edhe më s'pëll për bezgjedhje që e ka shkel pe ka shkel me thamër si kur ta shkel sigaren. Aj që shu ka mon kryt për pjetë, kësa dhe, jo që e ka shkel kushtetutën, për ditë që kur shkel në baski. Ja, për që ashtu e t'i vani. A unë plot që ke bra knauf? Jo, Allah, knauf dhe më thonë, knauf është, pse? Jo, veç, e ka shkel. Aha, ka shkel. Kush? Që s'ka me kush? Mirë, falim dhe. Që shbateca? Mirë, po shkon, A po shqitana? Po. Qa më ke dollë sonë të kush? Ska. Shka s'shedhe ti, unë e sonte kam ardhur doth, sepse u tuta se mos përshkeli kushtetutën, edhe... Edhe në rast, nëse e shkeli, thash ta shkeli pak ma but, sepse e këputën kushtetutën të shkel e sakatun. Kush pasha rapt nga një gnej, nga një se dësane si tene. Nëse vazhdojnë me shkel që shto që të kushtetut, po të bëjbe që me nene kanë mishkohon, është me ligje, me krejt qaj ko, kam është përthy, për spital kam u bo kush, t'i lojmë këto sene, po a kini nej përësi për beqet paqullin një për. Ja, o kush, o kush e re, pret, folin e sa, më s'fol që me knojmë e sa, hajt. Me këtë më? Qa më? E knojmë. Me knojmë po. Hajde. Hajde, kush.
qitë na I përpeqe, shotës tia qitë na I përpeqe. Ja ku poga me Opel Kadete, ja ku poga me Opel Kadete, Hijet paska emri presidente, hijet paska emri presidente. Falënderit kushëri. Në vazhdim ja jopim fjollën edhe njerë kryeministrit. Hajde zoti kryeministër së. Marketing. Si për do fotografi që më jetë, o në halë që i dhe në posë. Të foto nga një I bërdemaj. Akë pa kolor. Cilën e përshëndesim. Ishte kjo e tëra? Ishte kjo e tëra. Flani mirë, ndroni bukur vërtet. Ndroni për mrekullit e këti veni, ndroni për sukseset e këti veni, për sukseset e njëri tjetërit, edhe për sukseset tuaja. Natën e mirë. Miru pasim javës tjetër.